Përkundër që një kohë relativisht të gjatë të përcjellë futbollin, arsyeja kryesore pse kam marrur apo e kam pranuar ftesën tuaj për të qenë pjesë e emisionit është sepse unë si një avokues i parimeve demokratike mendoj që ato parime duhet të jenë të shtrira në secilin segment shoqëror politik në Kosovë dhe jo vetëm në kuvendin e Kosovës, as në partitë politike. Unë kam qenë pjesë e disa organizata të shoqërisë civile dhe parafalësit më herët thanë që politika nuk duhet të përzihet në çështjet e mbrëmshme të federatave. Ne kemi patur autonomi të plotë si OJC, por ne nuk kemi guxuar me shkel ligjin. Me shkel ligjin ti ke shku në gjyq, edhe ministria përgjigj se ti nëse e shkel ligjin. Ministria për administratë publike tash, atëherë ka qenë më herët, ka qenë një ministri tjetër, tash ja kanë delegu kompetencën Ministrisë së Administratës Publike. Me shkel ligjin për OJC, ministria alarmon edhe të çon gjykat, edhe të vinë prokuroria në zyre. Domethënë, ti si federat nuk je republik në veti. Ti nështrosh disa ligjeve, kjo nuk do me thonë që dikush për të ndërhyn ty në autonomi. Në autonomi do me thonë me ndërhy, për shembull ti me caktu, mi thonë presidentit të federatës, pse ti ja ke bërë rrugën tazam, zyrtarit të financave kaq. Nuk do është mi abo kaq, do është mi abo kaq. Kjo është ndërhyrje në autonomi. Ose i tregon çfarë ekipit duhet me bo. A duhet me mja dhon, a duhet me thirr Muriqin, apo sontes që të lojë nuk duhet me thirr Muriqin. Kjo është ndërhyrje në autonomi. Ndërhyrje në autonomi nuk është kur ministria kërkon llogari, po për ligjshmërinë e statutare të federatës. E ka për obligim atje, ajo ministria bën shkedje nëse nuk kujdeset për ligjin. Prandaj, të kthehemi tek tema. Arsyeja pse kam marrë është se unë du me avoku dhe non-stop kam avoku dhe të vazhdoj të avokoj, siç e tha e përmend edhe më herët zotnia, është jashtëzakonisht me rëndësi që parimet demokratike të shtrihen në secilin segment shoqëror politik. Është e vërtetë që nëse nuk kandidon dikush, mundet edhe një kandidaturë me pas. Është e vërtetë, për shembull, të tërheqim paralele politike. Në veri të Kosovës, 4 komuna, serbët i bojkotuan zgjedhjet më herët, para shtynë zgjedhje lokale. Shteti nuk bllokohet, e ke bojkotu, vazhdojnë që ata që po dojnë me kandidu. Edhe në këtë rast, nëse dikush nuk mundet me kandidu, apo nuk dën me kandidu, një person mundet me kandidu dhe zgjedhet, është në rregull. Po jo në ato raste kur ti ja pamundson, me disa kerefikte ligjore shumë elokuente, që ai mos me mujt kurrësh me kandidu, veç ti me kandidu dhe me fitu. Nuk mundesh ti mi thon dikujt na 15 në shkrime kemi bu, ndërkohë janë veç 26 vota. E çush mundet ai kundër kandidati me bu edhe 15 në shkrime tjera. Është e pamundur. E dyta, letra sa i përket FFK-s. Letra që ja ka dërgu. Na mas pari s'po kem qasin letrën e FFK-s, me pyet